A duhet të bëjmë nikah pas fejesës, sepse i fejuari po më thotë se jemi me nikah qysh me fejesë. Vallai fejesa shqiptare, siç bëhet, është njësoj si nikahu. Pavarësisht se i thon fejesë. Fejesa shqiptare është njësoj si nikahu. Fejesa shqiptare është njësoj si nikahu. Se në fejesë shqiptare vinë këto me i tuf robe, këto me i tuf robe, ndrojnë dhurata, bëjnë qona, u trashëgofshim, u rregullovshim. Kështu që e ka i farë drejtë i fejuari, megjithëse unë do të sugjeroja që të bëhet nikahu, të pra celebrimit të marrë një ngjyrim zyrtar. Me fe, në momentin që merret miratimi për po quhet fejes, me fe, me islam. Pra u tha po, quhen fejum. Edhe pse s'kan shku akoma me pi kafet e kështu. Momentin që pinë kafet, apo e bëjnë siç e bëjnë shqiptarët që shkojnë këto me vlezën e me motra, me xhaje, me daje, me halla dhe me teze, dhe ky tjetër me xhaje, me motra, me daje, me halla, me teze, e shkojnë gjithë e hajnë drejt, quhet fejes. E faktikisht po prapë unë do të sugjerosh që të bëhet nikahu, sepse nikahu jep ngjyrë dhe e zyrtarizon, pra merr tamam ngjyrë dhe përgjegjësi. Kështu që këshilla ime do ishte mos më mjaftu me fejesë. Mos më mjaftu me fejesë, po të bëhet edhe nikahu. Nuk është kusht patjetër kjo hoxha, nikahu mund bëhet edhe me në familje.